Një lajm që asnjë prind nuk do të donte ta kishte dëgjuar, ka shkuar sot në familjen e Gjestit, fituesit të Big Brother VIP Shqipëri. Vëlla e Gjestit, Elidoni, ka humbur jetën si pasojë një aksidenti të ndodhur në Pej. Asgjë nuk është bërë publike, derisa në vendngjarje ka shkuar policia dhe mjeku ligjor që kanë konfirmuar humbjen e jetës së vëllait të Gjestit, ndërsa shoku i tij është dërguar në spital për një ndërhyrje më të specializuar mjekësore. E në këtë situatë kaq të vështirë dhe të dhimbshme, sfida tjetër ka qenë se si do t'i jepej lajmi prindërve. Duket se mamaja e Gjestit është në gjendje shoku pas marrjes së lajmit se i biri ka humbur jetën, ndërsa Gjesti po mundohet të bëhet i fortë për t'i dhënë zemër prindërve që të përballojnë këtë humbje të madhe dhe krejt të papritur. Miq dhe persona të tjerë të afërt kanë shkuar në shtëpinë e Gjestit dhe po i qëndrojnë afër familjarëve, por duket se nuk ka fjalë që mund ta ngushëllojë maman e Gjestit pas humbjes të jetës të birit në moshë aq të re. Aktualisht, policia e Kosovës po kryen hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Ngushëllimet tona shkojnë për familjen Kelmendi dhe Zoti i dhënë forcë për ta përballuar këtë humbje. Poshtë videos mund të lini komentin tuaj dhe një mesazh ngushëllimi për familjen. Kur i japim forcë njëri tjetrit në momente të vështira, pesha e dhimbjes bëhet më e lehtë.